Negociatat për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës vijojnë për një marrëveshje konkrete mes forcave kryesore politike. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, pas një takimi rreth 2 orësh në Kuvend me kryeministrin Albin Kurti, bëri të ditur se përpiqet për arritjen e një konsensusi janë ende në zhvillim. Abdigjiku theksoi se qëllimi i këtyre takimeve është gjetja me zgjedhje të përbashkët. një zgjidhje të përbashkët që do të shmangte vendin nga zgjedhjet të reja. Megjithatë, ai sqaroi se palët nuk kanë hyrë ende në fazën e diskutimit të emrave konkret për postin e presidentit, duke treguar se procesi ndodhet ende në një stad të hershëm. Sipas tij, aktualisht janë në qarkullim 2 kandidatura të mundshme nga lëvizja vetëvendosje, por LDK mba një qendrim të prerë si institucionet shtetërore nuk mund të kontrollohen nga një forcë e vetme politike, duke kërkuar balans dhe përfaqësim më të gjerë. Situata u krijua pas përfundimit të mandatit të presidentes Vjosa Osmani me 4 prill, në përputhje me kushtetutën. Detyrën e ushtruese së presidentit e ka marrë kryetaria e Kuvendit Albulena Haxhiu. Prej muajsh, partitë politike në Kosovë nuk kanë arritur një marrëveshje për këtë çështje kyçe institucionale. Lëvizja vetëvendosje e drejtuar nga Kurti fitoi zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit me 57 ulësit në Kuvend, por ky numër nuk është i mjaftueshëm për zgjedhjen e presidentit pasi kërkohen të paktën 80 vota, duke bërë të domosdoshëm bashkëpunimin me partitë e tjera.